Mirëpërshëndetje të gjithëve dhe shumë faleminderit që keni ardhur në këtë dëgjes publike të komuniteteve të njësisë 8 dhe njësisë 9. Jemi këtu së bashku me përfaqësues të qeverisë, e gjithashtu edhe deputet dhe përfaqësuesit e Bashkisë Tiranës, nënkryetarët, për të diskutuar mbi buxhetin 2026, po mbi gjitha për të adresuar ato halle, shqetësime, probleme tuaja, të cilat ne jo vetëm i kemi në vëmendje, por edhe i kemi adresuar dhe adresojmë vit pas viti në buxhetet tona, e gjithashtu duam që të flasim konkretisht pikërisht se si i kemi gjetur zgjidhje dhe cilat janë projektet dhe prioritetet për buxhetin 2026. Të dyja këto njësi janë në kufi me njëra tjetrën, preken nga projekte të mëdha të zhvillimit infrastrukturor. Në fakt ndryshime të mëdha kanë ndodhur në këtë njësi, sa i përket zhvillimit infrastrukturës, sa i përket shërbimeve për fëmijët, shërbimeve për të rinjt. Numri i qerdheve, kopshteve dhe shkolla në këtë njësi është një numër i cili është i konsiderueshëm pra në raport me atë që kemi patur, qoftë për sa i përket ndërtimit të shkollave të reja, qoftë për sa i përket zgjerimit kapaciteteve të qerdheve, kopshteve dhe shkollave, dhe sigurisht është e vërtet që sfidat me cilat përballet sot Tirana dhe sfidat patjetër edhe të njësisë 8, njësisë 9, janë sfidat cilat kërkojnë pikërisht që investimet në buxhetin tonë të jenë investime që të adresojnë pikërisht nevojën që këto komunitete kanë, edhe sa i përket shërbimeve për fëmijët. Ndalem këtu sepse duke qenë edhe vetë deputete e Tiranës edhe prej tashmë disa mandatesh, në mandatin e 3 edhe në njësinë numër 9, dhe e di shumë mirë se cilat janë sfidat me cilat përballet njësia 9, por njësia 8 dhe gjithë Tirana, ne kemi bërë në fakt një punë të madhe, jo vetëm përgjatë fushatave elektorale. Ju e dini që për ne çdo ditë e vitit është si fushat, pra është fushat mbi gjitha komunikimi me banorët, komunikimi me komunitetet, me të gjitha ata qytetarë që duan ta shohin qytetin edhe më të zhvilluar, por nga ana tjetër duan që të prekin këto investime aty në lagjen, në rrugën, në vendin ku banojmë. Ndaj duhet ndalem tek aspekti që lidhet me qerdhet, me kopshtet dhe shkollat, sepse të dy njësitë, dhe njësia 8 dhe njësia 9, janë njësi të cilat zhvillimi i ka prekur në raport me lagjet e reja. Në fakt qoftë në njësi 9, ku lagjet e reja që tashmë janë edhe në përfundim e sipër në rrugën Jordan Misja apo në përfundim të aksit të Don Boskos, gjithashtu edhe lagja 5 Maj që prek edhe njësin 4 edhe njësin 8, por edhe zona tjera në këto dy njësi, kemi zgjerim pra të infrastrukturës, rezidencave të banimit, dhe ku është normale që të planifikojmë dhe zgjerim të infrastrukturës të qerdheve, kopsheve dhe shkollave. Dhe për këtë arsye, sot kemi këtu edhe nënkryetaren e Bashkisë dhe që merret me buxhetin, me hartimin e buxhetit, dhe gjithashtu dhe nënkryetarët e tjerë për të diskutuar se cilat janë planet dhe për të folur me ju për ato adresime pra të shqetësimeve që lidhen me komunitetin tuaj. Dhe për sa i përket qerdheve dhe kopshteve, ne kemi një plan i cili përpos ndërtimit në ato hapësira që janë hapësira publike, përmes ndryshimeve ligjore që kanë ndodhur tashmë, ne kemi vendosur edhe në ligj mundësinë për të adresuar pikërisht hapësira sociale për fëmijët në të gjitha ato rezidenca banimi, pra që do të jepen si leje për ndërtim në hapësira jo publike. Dhe kjo është një hap tjetër drejt mundësisë për të zgjeruar kapacitetet e shërbimeve për fëmijët, qoftë për qerdhet, qoftë për kopshet, dhe gjithashtu për të adresuar këtë shërbim të nevojshëm që banorët
mbi gjitha familjet e reja duan që të kenë pra për fëmijët e tyre dhe është më se normale që ne t'i asigurojmë këtë. Dhe pse, dua këtu të bëj një parantezë, një punë e madhe është bërë në Tiranë për investimet e reja në të gjithë infrastrukturën e objekteve arsimore. Dhe jemi të shkollat dhe duaj që të përmend një tjetër program i cili nis me buxhetin e vitit 2026, një program i cili ndërthur partnerët strategjik që janë pikërisht qeveria dhe bashkia, në këtë rast bashkia e Tiranës, për programin e ushqimit në shkollë dhe programet passhkollore. Me buxhetin e vitit 2026, Ministria e Arsimit ka alokuar një fond të posaçëm për programin after school apo pas shkolle që do të bëjë të mundur që në shkollat 9-vjeçare nga klasa e parë në klasë të 5 të mundet që të nis me buxhetin e vitit 2026 pikërisht ky program i rëndësishëm që do të ezauroj një kërkesë të kahershme të prindërve për të patur mundësi që fëmijët, sidomos pra të grup moshës dhe të klasave nga e para në të 5, të kenë mundësi të qëndrojnë edhe më gjatë në shkollë, pas orarit mësimor, me një plan tërësisht të organizuar nga Ministria e Arsimit, për sa i përket programit, ai do të përmbajë jo vetëm mësime për forcimi për lëndët që kryen pra gjatë orarit mësimor, por gjithashtu edhe plane të cilat të mbështesin fëmijën në aspektet kulturore, artistike dhe gjithashtu edhe sportive, sepse tashmë shkollat tona kanë mundësinë dhe ofrojnë pra të gjithë kapacitetet e nevojshme për të kryer këto aktivitete në kushte moderne, në kushte bashkohore dhe sigurisht fëmijët tanë të ndihen të sigurt. Nga ana tjetër, Bashkia e Tiranës është duke diskutuar projekt buxhetin sigurisht në të gjitha ato nivelet dhe strukturat, më pas Vasilika do ta shpjegoj dhe do të përfshi ato element që është shumë i rëndësishëm dhe që lidhet me ushqimin në shkollë që do të ofrohet pikërisht nga Bashkia e Tiranës sipas një skeme që po diskutohet edhe me Ministrinë e Arsimit. Ndaj ky është një projekt të cilin ne tashmë e nisim me buxhetin e vitit 2026 për ta zgjeruar patjetër në të gjithë Tiranën dhe në qendërqarqet, ashtu sikurse ne e kemi vendosur edhe në programin ton qeverisës Shqipëria 2030. Por patjetër që ka shumë programe, politika të reja dhe buxhetit 2026 i përfshin. Programi që lidhet me infrastrukturën moderne dhe të gjithë Tiranën do të jenë me 10 rrugët e reja apo rehabilitimet e rrugëve, blloqeve të banimit, të cilat planifikohen të investohen me buxhetin e vitit 2026 edhe për një sintet dhe nën gjithashtu investimet janë dhe lidhen jo vetëm me infrastrukturën e rrugore, por gjithashtu edhe me atë të kanalizimeve, ujësjellësit dhe duke krijuar mundësinë kështu që ne të shkojmë në mënyrë kapilare dhe në ato zona që janë periferike të Tiranës dhe që edhe njësia 8 edhe njësia 9 i përfshin dhe sigurisht për të zgjeruar më pas edhe në zonat të mëtejshme në të gjithë Tiranën, sepse buxheti 2026 i bashkisë, por edhe i qeverisë, është një buxhet i cili adreson prioritetet kyçe që kanë të bëjnë me jetën dhe cilësinë e jetës së qytetarëve. Ndaj unë do doja që të ndalesha gjithashtu dhe në disa elemente që besoj që janë të rëndësishëm për të diskutuar së bashku. E thash që kemi nevojë që komunikimi ynë të jetë në vijimësi, ashtu sikurse ka qenë deri më sot. Ne nuk jemi në një fushat zgjedhore dhe ju e dini, por komunikimi ynë është i pandalshëm, pikërisht për të adresuar ato shqetësimet tuaja, por nga ana tjetër edhe për t'ju patur, siç kemi qenë gjithmonë në krah të njëri tjetrit, për të bërë punë të mira për Tiranën dhe për të ecur përpara në drejtimin e duhur drejt një qyteti i cili modernizohet dhe transformohet çdo ditë. Kemi nisur një operacion për çlirimin e hapësirave publike, i cili po vijon me intensitet në
të gjithë Tiranën, dhe në fakt hap pas hapi po shohim se si janë çliruar e si po çlirohen çdo ditë hapësira që ishin të zëna dhe të cilat ishin dhe të pashfrytzuara nga komuniteti, duke krijuar mundësinë që tashmë të kemi në dispozicion të projekteve që janë duke u hartuar nga arkitekt vendas po edhe të huaj rreth 100.000 metra katror. Janë më shumë se 1.000 hapësira tashmë të lira, 1.000 mundësi për të shfrytzuar pikërisht në funksion të komunitetit, për më shumë këndëlojrash për fëmijët, për më shumë hapësira çlodhëse për të moshuarit, për më shumë hapësira apo kënde të vogla sportive në lagje dhe ajo që do të bëjmë së bashku dhe që adreson edhe buxheti i bashkisë është pikërisht zbatimi i projekteve që tashmë janë duke u hartuar, duke u dizenjuar nga këto ekipe arkitektësh dhe që shumë shpejt ne do t'i prezantojmë edhe së bashku. Si deputet të Tiranës, ne jemi çdo ditë pranë jush, jemi bashk në ato sfidat mëdha që kalon Tirana çdo ditë, por jemi bashk edhe teksa shohim se si investimet kanë ndryshuar jetën dhe cilësinë në komunitetet tona. Njësia 9, njësia 8 janë njësi që nisin në zemër Tiranës, aty në sheshin Skënderbej, përfundojnë tek bregu i lumit, një tjetër investim që do të zhvillohet në projekt buxhetin afatmesëm dhe që ne dim që ka çështje që edhe banorët duan që t'i adresojnë dhe jemi duke i adresuar, pra jemi shumë të vetëdijshëm për problemet që ka Tirana. Unë vetë i kam ndjekur personalisht qoftë për 109, por edhe për 111, 104 gjithashtu që e prek pra në tërësi ky aspekti pra ose lidhja që verjoret në Tiranë, pra që kalon lumi, bregu i lumit dhe që normalisht ka nevojë edhe për një tjetër ridimensionim që lidh Tiranën me Unazën e Madhe. Dhe këtu jemi duke punuar për t'i dhënë një tjetër dimension dhe shfryrje gjithë aspekteve që lidhen me trafikun, me hyrje daljet në Tiranë. E kemi adresuar si deputet, sepse edhe nga qytetarët e Tiranës e kemi këtë shqetësim për të ridizenjuar hyrje dhe daljet në Tiranë në mënyrë që të kemi pra më shumë aksese të cilat të krijojnë lehtësi në trafikun në Tiranë dhe gjithashtu edhe në lidhjen pra mes Unazës së Madhe dhe qytetit. Sigurisht që sfidat e Tiranës sot, një qyteti që rritet dhe zhvillohet çdo ditë, janë të mëdha. Transporti publik është një tjetër sfidë që është një tjetër prioritet i bashkisë dhe që jam e bindur që edhe nënkryetaria e bashkisë do të adresojë për projektin që tashmë ka nisur Bashkia e Tiranës për modernizimin e linjave të transportit publik. Nga ana tjetër, parkimet janë po aq të rëndësishme. Një tjetër projekt ne jemi duke nisur edhe me mbështetjen e ekspertizës, një ekspert nga Barcelona që ka ardhur pikërisht për të krijuar një koncept të ri që në Barcelonë njihet si superbloqet dhe që edhe në Tiranë do të zhvillohet në të njëjtën mënyrë për të dhënë përparësi këmësorëve, po dhe për të krijuar pikërisht këtë konceptin dhe filozofinë e re të bloqeve ku prioritet kanë këmësorët dhe ku kemi një arredim urban që lehtëson lëvizjen e njerëzve dhe që sigurisht akomodon nevojat edhe të biznesit në një mënyrë dhe në një filozofi të re, sikurse tashmë ne kemi të propozuar. Por çdo gjë ne do ta ndajmë me ju, do ta ndajmë me ju sa i përket projekteve të reja dhe gjithë investimeve që ne do të bëjmë në Tiranë, blok në blok. Dhe për këtë arsye sigurisht që takimet tona do të jenë të shpeshta, siç kanë qenë në fakt deri më sot. Së bashku me deputetët e Tiranës, ne jemi takuar dhe kemi mbledhur në fakt në një inventar të gjatë të halleve dhe të çështjeve përzgjidhur mbi 2000 problematika, të cilat jemi duke i adresuar secilën prej tyre me institucionet përgjegjëse, qoftë me bashkinë, por edhe me institucionet që varen direkt nga qeveria, për
t'i dhënë zgjidhje dhe për të kujdesur që secili nga hallet dhe shqetësimet që ne na kanë përcjell banorët të mundet të gjejë një zgjidhje, qoftë nëpërmjet buxhetit, por qoftë dhe nëpërmjet procedurave të cilat ndiqen nga institucionet, qoftë ato të qeverisjes qendrore dhe lokale. Por sot jemi këtu gjithashtu edhe për diskutuar prioritetet dhe politikat kryesore të buxhetit të qeverisë. Ndaj, përpara se t'ju kaloj fjalën edhe të diskutojmë së bashku, unë do doja që me njëherë t'jepja fjalën Ministres son të Ekonomisë dhe Deputetes Tiranës Delina Ibrahimaj për na shpjeguar prioritetet dhe politikat e buxhetit 2026, një buxhet për qytetarët që mbështet pra të moshuarit, mbështet profesionistët, mbështet njerëzit dhe gjithashtu zgjeron shërbimet dhe më pas t'ja kaloj fjalën nënkryetares bashkisë Vasilika Vjeros për prezantimin e buxhetit për 2026, pikërisht 108 dhe 109. Faleminderit. Faleminderit Gerta. Mirëmbrëma të gjithëve, banorët 108, banorët 109. Është kënaqësi për mua që si përfaqësuese e qeverisë të flas sot për disa elementë që buxheti i vitit 2026 ka të parashikuar. Jo vetëm buxheti i 2026, as në fakt, por i gjithë projekt buxheti që ne do të diskutojmë shumë shpejt ditën e mërkurë dhe ditën e njëjtën në parlament. Përfshin një seri masash që i dedikohen familjes, i dedikohen rritjes së mirëqenies dhe vërtet jam shumë krenare që më qëllon mua të flas për disa politika që mund të duken të vonuara, por më mirë vonë se kurrë. Ne për herë të parë në këtë buxhet kemi parashikuar një rritje të ardhurave të pensioneve, të pensionistëve, e cila do të jetë shtrirë jo vetëm në vitin 2026, jo në vitin 2027, jo në 2028, por do të jetë e shtrirë në vijim deri në fund të këtij mandati dhe përtej, me qëllim që ne të mbajmë atë premtim që gjatë fushatës kemi diskutuar. Pra që ratë të parë, pensioni urban i plot për ato persona që kanë punuar me vite të plota puna të shkojë në 40.000 lekë. Aktualisht, pensioni urban me vite të plota pune mesatarisht është 27.000 lekë, ndërkohë që ne premtuam gjatë fushatës të shkojë 40.000 lekë dhe nga janari i këtij viti, të gjithë ata që kanë një pension nën 40.000 lekë do të marrin çdo muaj 1.800 lekë në muaj. Ratë të dytë për pensionin urban të pjesëshëm, pra për ato pensionistë të cilët nuk i kanë mbushur vitet e plota të punës, por kanë të paktën 15 vite pune, pra përfitojnë nga një pension i pjesëshëm, ne duam që deri në fund të vitit 2030 të arrim një pension mesatar 22.000 lekë. Për këtë kategori, që nga muaji janar, çdo muaj, rritja e të ardhurave do të jetë 800 lekë në muaj. Por kjo nuk do të jetë vetëm për vitin e parë. Vitin e parë do të jetë 800 lekë në muaj, vitin e dytë do të 2 fishohet, vitin e tretë do të 3 fishohet, vitin e katërt 4 fishohet, e kështu me radhë derisa të arrijë në nivelin 22.000 lekë në muaj. Për sa i përket pensionit rural, ai deri në fund të vitit 2030 do të arrijë në 18.000 lekë. Përfituesit e pensionit rural do t'i marrin çdo muaj nga 1.000 lekë në muaj dhe kështu me radhë çdo vit 2 fishin, 3 fishin, 4 fishin, derisa të arrijnë në nivelin 18.000 lekë. Kategoria tjetër që përfiton janë pensionet familjare që ne quajmë, pra pensionet që jepen për për familjet atyre që janë larguar nga jeta. Kjo është një tjetër kategori e cila deri në fund të vitit 2030 do të shkojë në 18.000 lekë në muaj, duke përfituar çdo muaj një kompensim të ardhurash prej 700 lekësh në muaj për vitin e parë, 14 për vitin e dytë, e kështu me radhë, derisa të arrijë nivelit 18.000 lekë në muaj. Kategoria tjetër që përfiton janë pensionet e invaliditetit, të cilat deri në vitin 2030 do të shkojnë në 30.000 lekë në muaj. Kjo kategori gjithashtu do të përfitojë një rritje progresive të ardhurave. Dhe kategoria e fundit që do të përfitojë janë pensionet sociale, janë pensionet të cilat më parë nuk jepeshin. Çfarë përfaqësojnë ato? Përfaqësojnë pensione për persona të cilët janë në moshë pensioni, por nuk kanë punuar asnjë ditë në jetën e tyre apo nuk ka evidenca që të kenë punuar. Dhe për këtë kategori do të ketë një rritje nga
1 janari. Megjithatë, kjo rritje nuk prek politikën që ne kemi pasur më parë të indeksimit të pensioneve. Pra kjo është një rritje ekstra që vjen përtej indeksimit pensioneve që do të vi çdo vit në bazë të indeksit inflacionit dhe që mesatarisht në vit ka një kosto prej 50 milionë eurosh. Në total, në projekt buxhetin e fatmesëm, po edhe deri në fund të vitit 2030, janë 1.7 miliard euro të cilat janë të buxhetuara apo do të buxhetohen që do të shkojnë për kategorinë e pensionistëve. Tani shumë herë ne kemi digjuar dhe kemi dashur që të bëjmë rritje më të shpejta dhe më të shpeshta. Por kategoria e pensionistëve është një kategori që mbart 730.000 pensionistë. Pra, kostoja e kësaj reforme është kaq e madhe, sa i madh është dhe kontributi në fakt që ato kanë dhënë në jetën e tyre me punën që kanë bërë dhe ndaj ne besojmë fort që ata duhet të meritojnë dhe meritojnë një pension të denjë. Nga ana tjetër, është thënë shpesh që ne s'kemi bërë asgjë, thjesht kemi marrë atë bonus që merrin në fund të vitit dhe kemi transferuar dhe kemi shpërndar për gjatë vitit. Nuk është kështu. E vërteta është që bonusi do të jepet dhe këtë vit, bonusi do të jepet i njëjtë me vitin e kaluar, pra të gjithë ata që kanë një pension deri në 20.000 lekë, pra deri në 200.000 lekë do të marrin 150.000 lekë si bonus në fund vit, që nga 1 dhjetori deri në fund të dhjetorit bonusi do të shpërndahet, dhe në ndërkohë të gjithë ata që kanë një pension më të lartë sa 200.000 lekë do të marrin një bonus prej 100.000 lekësh. Pra njësoj si vitin e kaluar. Ka shumë që mund të bëhet, po besoj që mbas vitit të parë dhe mbas vitit të dytë secili do ta ndjej vetëm më mirë, pasi ne besojmë se duhet që masa e shpërblimit të matet, të merret çdo muaj, të ndihet çdo muaj. Këto nuk janë vetëm kompensime që në fakt pensionistët marrin nga buxheti. Kemi kompensime që lidhen me energjinë elektrike, kemi kompensime financiare që janë dhënë në të kaluarën që do të vazhdojnë të jepen. Pra, nuk kemi bashkuar kompensimet në mënyrë që të kalkulojmë rritjen që pensionet do të kenë, por kjo do të jetë mbi atë pension që të moshuarit marrin, mbi kompensimet që kanë marrë deri tani, janë vlerat që unë sapo thash. Nga ana tjetër, buxheti nuk ka një lajm të mirë vetëm për pensionistët. Buxheti i këtij viti, siç e kishim parashikuar dhe në programin që kemi diskutuar së bashku në programet e Partisë Socialiste gjatë fushatës elektorale, parashikon një rritje të pagës minimale. Nga data 1 janar, paga minimale do të jetë 500 euro, njësoj siç e kishim premtuar. Dhe kjo nuk do jetë rritja e vetme e pagës minimale. Deri në fund të mandatit ne duam që pagën minimale ta shojmë në 700 euro, duke rritur në 2026 në 500, në 2028 në 600 dhe më pas në 2030 në 700. Këto janë rritje të konsiderueshme dhe ne e kemi parë nga disa këndvështrime rritjen e pagës minimale. Në radhë të parë jemi munduar që nëpërmjet kësaj rritje të mbështesim ato familje që kanë të ardhurat më të ulta. Dhe e vërteta është se janë rreth 300.000 të punësuar që sot janë me pagë minimale 400.000 lekë apo janë në fashën 400 deri në 500.000 lekë. Nga ana tjetër e dim që për bizneset kjo është një kosto e shtuar dhe kjo është arsyeja pse brenda buxhetit të vitit 2026 ne kemi të parashikuar subvencionimin e kostove të sigurimeve shëndetësore dhe shoqërore për pjesën e punëdhënësit, me qëllim që kostoja për rritjen e kësaj page të jetë sa më e ulët dhe të ndihet sa më pak nga ana e bizneseve. Ky është një tjetër premtim që ne kishim bërë që në gjatë fushatës elektorale dhe është i buxhetuar në buxhetin e vitit 2026. Ne e dim fort mirë se në fakt paga 500 euro është një pagë e cila është më shumë çështje formalizimi se sa çështje kostoje që biznesi do të ketë, dhe kjo është arsyeja pse nuk duam që të japim kosto ekstra biznesit dhe do të bëjmë subvencionimin e kësaj pjese të shtesës, ndërkohë që është një politikë që neve kemi bërë dhe më parë sa herë që kemi pasur rritje agresive të pagës minimale.
Nga ana tjetër, rritja e pagave nuk mjaftohet vetëm në pagën minimale. Në buxhetin e vitit 2026, për herë të parë, ne do të zbatojmë një ligj që kemi miratuar 2 vite më parë, i cili parashikon që çdo 2 vite do të ketë një indeksim të pagave të punonjësve të administratës publike. Ky indeksim është i parashikuar në buxhet, është në nivelin 2.5%, pasi inflacioni mesatar ka pasur këto norma dhe do të shpërndahet për të gjithë punonjësit e administratës publike. Pra janë një numër shumë i madh punonjësish, qoftë në nivel qendror, qoftë në nivel vendor, të cilët përfitojnë nga rritja e pagës. Disa kategori, në fakt, kanë një rritje më të madhe se sa indeksimi për inflacionin. Për shembull, në sistemin shëndetësor, ne përveç rritjes prej inflacionit apo rregullimit të efektit të inflacionit, ne do të kemi për herë të parë njohjen e viteve të punës si një politik shtesë që bëhet në sistemin shëndetësor. Ka dhe kategori të tjera si policët apo ushtarakët, të cilët përfitojnë një rritje më të madhe se sa indeksimi i pagave, pasi ne duam që të vijojnë me rritjen e pagave në administratën publike. Nuk është hera e parë që ne rrisim pagat, 2 vite më parë ne filluam një reformë në sistemin e pagave dhe rritja ishte e ndjeshme dhe në fakt sot paga mesatare në sektorin publik ka arritur në nivelin 100.000 lekë, që është një nivel më i lartë se sa paga mesatare në sektorin privat dhe paga mesatare në vend, pasi ne duam fort që nëpërmjet rritjes së pagave të sektorit publik të rrisim dhe pagat në të gjithë ekonominë, pasi duam që të jemi motori që do të ndjekin dhe sektori privat për zhvillimin e politikës së pagave. Për ne është thelbësore që të rritet pagesa për punën dhe të arrijmë nivelet e vendeve europiane, pse jo, në një të ardhme të afërt. Megjithatë, paga dhe rritjet e pagave do të vazhdojnë të jenë të tilla nëse ne garantojmë që do të kemi një rritje të produktivitetit. Dhe kjo është arsyeja pse ne duam që kompanit të inovohen, duam që kompanit të zhvillohen, sepse vetëm nëpërmjet digitalizimit dhe inovacionit neve do të arrijmë që të rrisim produktivitetin dhe të garantojmë që rritja e pagave të jetë e pakthyeshme dhe në sektorin privat ashtu si në sektorin publik. Kjo është arsyeja pse në buxhetin e vitit 2026 ne kemi të parashikuara 1.2 miliard lekë ose 12 milion euro vetëm për programet e nxitjes së punësimit, programet e trajnimit, programet e vetpunësimit, me qëllim që të ndjekim hapin e kohës, të ndjekim kërkesat që tregu i punës kërkon dhe të financojmë një pjesë të atyre aftësive që për biznesin sot janë të domosdoshme. Nga ana tjetër, buxheti i këtij viti ka të parashikuar 300 milion lekë për mbështetjen e startupeve dhe 100 milion lekë për mbështetjen e sipërmarrjeve, pikërisht nëpërmjet fondeve të startupeve dhe fondeve të AID-s. Siç e shihni, ky buxhet i dedikohet jo vetëm rritjes së pagave dhe pensioneve, por i dedikohet edhe rritjes së financimeve që ne kemi për biznesin, rritjes së financimeve që ne kemi për të rinj, për të nxitur atë kulturën e tyre sipërmarrëse dhe për të integruar ato sa më shpejt në tregun e punës. Së fundi, dua të flas për marrëdhënien që ne duam të krijojmë me biznesin. Që në krye të herës ne kemi dashur të mbështesim biznesin e vogël dhe kemi treguar këtë nëpërmjet politikave që kemi ndërmarrë, nëpërmjet politikave për rritjen e tavaneve të pagesave të tatimeve. Ne sot kemi një politik e cila na bën të parët në mbështetjen e biznesit vogël në rajon dhe në Europë, ku tavani për pagesën e tatimit me fitimit është 140.000 euro apo 14 milion lekë. Kjo do të thotë që 90% e bizneseve shqiptare nuk paguajnë tatim mbi fitimin. Janë 1.7 miliard lekë, të cilat çdo vit qëndrojnë në buxhetet e familjeve shqiptare dhe shpërndahen në buxhetet e familjeve shqiptare dhe nuk arkëtohen nga buxheti i shtetit, pikërisht me qëllim për të lënë sa më shumë të ardhura në ato biznese që janë të vogla, që janë familjare dhe që ndikojnë në ekonomitë familjare të atyre që i krijojnë. Nga ana tjetër, ne kemi gjithashtu një politikë e cila
ka një tavan të lartë për pagesën e TVSH-s, është 100.000 euro ose 10 milion lek, pra është një tjetër tatim i cili nuk paguhet nga biznesi i vogël. Të gjitha këto i kemi ndërmarrë me qëllim që të mbështesim biznesin e vogël. Po ndërkohë sot ne hapim një kapitull të ri të marrëdhënies ndërmjet shtetit dhe sipërmarrjes. Mbasi keni dëgjuar për atë që neve quajmë paqe fiskale, e cila është praktikisht një marrëdhënie e re, si thash. Ne nuk duam që marrëdhënien e biznesin ta lidhim dhe ta ndërlidhim nëpërmjet forcës. Ne duam të nënshkruajmë një kontratë me biznesin, në të cilin bashkarisht tatimet do t'i ofrojnë biznesit që të paguajnë një tatim i cili në bazë të parashikimeve të ardhurave që ato kanë gjeneruar në vitet e kaluara do të dakordsohet me biznesin, dhe çdo e ardhur tjetër që do të deklarohet mbi atë marrëveshje që do të lidhet ndërmjet biznesit dhe tatimeve, do të tatohet me 5% nga 15% që është tatimi zyrtar në Republikën e Shqipërisë. Nga ana tjetër, neve do të japim mundësinë biznesit, duke e ditur fort mirë se ne vim nga një periudhë gjatë tranzicioni, vim nga një periudhë që ka pasur hapësira për arsye të ndryshme për informalitetin, do t'i japim të drejtën që të rishikoj pasyrat financiare dhe të shkojmë mbrapsht dhe të rregulloj ato problematika që mund të ketë pasur në deklarime në të ardhmen. Dhe rishikimi pasyrave financiare gjithashtu do të jetë në nivelin 5%, ndryshe nga 15% që paguhet mbi rishikimet sot. Pra duam që t'japim një nxitje biznesit drejt formalizimit, duke incentivuar që të paguajmë më pak tatim. Këto dhe shumë masa të tjera janë të parashikuara në buxhetin e vitit 2026 dhe në projekt buxhetin afatmesën deri në vitin 2028, dhe jam e kënaqur që ne sot niveli i zhvillimit ekonomik na lejon që të marrim masa të tilla, na lejon që të rrisim të ardhurat për pensionistët, na lejon që të rrisim pagat për punonjësit e administratës publike dhe na jep një frymarrje për të marrë vendime të tjera më tej, të cilat do të ndikojnë në mirëqenien e familjeve shqiptare. Shumë faleminderit. Faleminderit, uroj që tashmë parashikimet tona buxhetore mos duken të vogla krahasuar me ato të qeverisjes qendrore. Në fakt janë një sër masash të cilat janë parashikuara në buxhetin e vitit 2026, po dhe në ata afatmesëm, dhe unë do doja ta filloja dhe të përsëris në fakt edhe atë çfarë zonja Manastirliu tha, që lidhet me pikërisht për herë të parë pilotimin në një numër të shkollave të Tiranës të ushqimit për ata fëmijë të cilët do të rinë mbas mësimeve, dhe është një bashkëpunim shumë i mirë të cilin do ta pilotojmë për vitin shkollor 2026-2027 për një numër të kufizuar shkollash, me qëllim më tej që ky shërbim të mund të shtrihet edhe në shkollat e tjera të kryeqytetit. Ndërkohë që shërbimet tona kryesore janë kryesisht të lidhura drejt për së drejti me përfitimet që kanë qytetarët, çdo banori i këtij qyteti apo dhe grupet në nevojë, dhe në buxhetin e vitit 2026 për dhata afatmesëm një rëndësi dhe një rol një vend të veçantë në fakt do të kenë edhe mbështetja e grupeve në nevojë. Ne kemi parashikuar fonde të mjaftueshme për të mbështetur transportin dhe për të mbështetur njëkohësisht edhe pagesat për abonenë studentëve dhe ato të pensionistëve, dhe janë më shumë se 25.000 studentë që do të përfitojnë dhe më shumë se 50.000 pensionistë që do të përfitojnë pikërisht nga ky subvencion, ashtu sikurse kemi parashikuar që të vijojmë të mbështesim banesat të cilat merren me kredi, pra duke mbështetur interesat e kredive, dhe janë më shumë se 900.000 çifte të reja të cilët kanë përfituar nga ky program, po dhe programe të tjera të cilat mbështesin të gjitha grupet në nevojë për sa i takon çështjeve sociale dhe të strehimit. Ndërkohë që shërbime publike shumë të prekshme janë ato që lidhen me përditshmërinë tonë, me infrastrukturën, mirëmbajtjen, me shtimin e hapësirave të gjelbërta, me pastrimin,
të cilin shpesh herë marrim dhe kritika që na ndihmojnë të përmirësohemi dhe vetëm për pastrimin e qytetit është parashikuar një fond i konsiderueshëm rreth 2.1 miliard lekë, i cili pikërisht synon që të përmirësojë dhe të zgjerojë më shumë dhe shtrirje në territor të këtij shërbimi, por nuk duhet të lëm asnjëherë jashtë vëmendjes dhe mbështetjen e të rinjve, mbështetjen e artit, të kulturës nëpërmjet fondeve të veçanta të cilat do të alokohen, janë rreth 500 milion lekë të cilat janë pikërisht në shërbim të projekteve kulturore, artistike, rinore për të mbështetur aktivitete të sportive, për të mbështetur sportistët e talentuar nëpërmjet klubeve tona, siç është ai Shumë Sportësh Tirana, Studenti apo dhe Partizani dhe një sër shërbimesh të tjera të cilat do të vijojnë të financohen. Nëse do të flasim për mbështetjen për biznesin, do doja të thoja që për vitin e ardhshëm nuk parashikohet që të ketë rritje e ngarkesës fiskale të bizneseve, përkundrazi është taksa në infrastrukturën arsimore, e cila nuk do të aplikohet më nga viti i ardhshëm, çka do të thotë që janë rreth 1 miliard lekë, të cilat janë tashmë të rikthyer për të gjitha familjet, por dhe të gjithë bizneset. Është shumë e rëndësishme që dhe punonjësit e bashkisë të mund të përfitojnë, janë mbi 9.000 punonjës që do të përfitojnë nga indeksimi i pagës dhe do të përfitojnë njëkohësisht edhe nga rritja e pagës minimale dhe një kategori tjetër, kryesisht ata punëtorë të cilët janë në përditshmërinë e tyre në shërbim të komunitetit aty ku mirëmbahet qyteti, do të kenë një rritje plus kësaj rritje që do ta përfitojnë të gjithë punonjësit e bashkisë. Unë do doja në fakt të ndalesha pak në investimet që ne kemi parashikuar për të dy njësitë që jemi sot, sepse mendoj që ka një interes të shtuar dhe që më tej sigurisht ne do të diskutojmë bashkarisht dhe do të marrim opinionin tuaj lidhur me çka ne parashikojmë të realizojmë në njësitë tuaja, por dhe për problematika të cilat mund t'i adresojmë me buxhetin 2026 dhe ata afatmesëm. Do ta filloja me njësi numër 8, në fakt në buxhetin e vitit 2026 ne kemi parashikuar investime të reja, siç është ndërtimi i rrugëve dytësore në bllokun që kufizohet nga rruga Siri Kodra, Besa, Ali Beshiri dhe Sulejman Cenoi Meri. Është kualifikimi i territorit që kufizohet në rrugën e Dibrës, Smaj, Ferit Gjajko, Gjon Buzuku. Gjithashtu është parashikuar dhe rekonstruksioni i tregut në rrugën 4 Dëshmorët për ta sjellë atë një treg më cilësor dhe më pranë kërkesave të komunitetit. Ashtu sikurse rehabilitimi i infrastrukturës rrugore në njësinë administrative, në fakt prek disa njësi, është njësia numër 4, numër 8 dhe numër 12, por për njësinë në fjalë është rruga Ramazan Gaxheri. Ndërkohë nëse vijojmë me infrastrukturë, me çfarë parashikojmë ndërhyrje në infrastrukturë për njësi numër 9, do të ndalemi në fakt në ndërtimin e një kopshti dhe çerdhe të integruar. Në fakt kërkesat për kopshte dhe çerdhe janë shumë të larta në të gjitha njësitë, në të gjithë territorin e qytetit të Tiranës. Do të përfitojnë rreth 160 fëmijë, ndërkohë një investim tjetër i rëndësishëm është rehabilitimi i infrastrukturës rrugore në njësinë administrative, pra preket njësia 7, 8 dhe 10, dhe sigurisht kur flasim për rehabilitime janë rehabilitime dhe ndërhyrje të thella, të cilat përfshin jo vetëm rrjetin rrugor, por dhe atë nën toksor. Këto janë disa prej investimeve të cilat ne kemi parashikuar në këtë buxhet, po pa diskutim që jemi sot të hapur dhe të gatshëm për të dëgjuar çdo lloj shqetësimi dhe për të mbajtur shënim dhe kërkesat tuaja, të cilat jemi në kohë dhe mund t'i akomodojmë në buxhetin 2026. Faleminderit. Mirë, shumë faleminderit. Tani kush e do fjalën? Është i lutur ta marr? Po. Të lutem, mund të kem një mikrofon? Nëse, okay. Të lutem. Faleminderit që më dhatë fjalën. Unë quhem Kujtim Habazi. Nuk e di nëse ju keni vu aty në buxhet, se nuk dëgjova mirë, për çështjen e të smurëve. Njerëzit në nevojë, të paaftët. Ka njerëz të cilët nuk kanë fillu punë vërtet si që cilësua aty, po janë të smurë edhe
vazhdojnë me ndihmën e shtetit, ndihmën tuaj. Kaq desha me ditë, një. E dyta, kjo shtesa që bëhet për pensionistët, është shtesë në pension, apo është për ta marrë sot e për ta paguar në 2029-ën? Na sqaroni çik mirë për këtë çështje. Këto dy desha. Faleminderit. Shumë faleminderit për pyetjen. Do të nis nga e dyta, sepse është shumë e rëndësishme që ta sqarojmë dhe që të gjithë të jenë të qartë se çfarë do ndodhi nga janari. Shtesa që unë thash në bazë të kategorive të pensionit që merret është një shtesë e cila do të jepet çdo muaj dhe do ta merrni çdo muaj dhe nuk është vetëm e parashikuar për vitin 2026, por në buxhet është e parashikuar dhe për vitin 2027 dhe për vitin 2028. Pra i gjithë projekt buxheti që ne do të miratojmë në ditët në vijim, i ka të parashikuara shtesat për të gjithë pensionistët, të cilët kanë një pension më të ulët se sa ato vlera që unë thash. Nuk do të jetë një shtesë që do jepet një herë në sa, por nga janari vitit ardhshëm do ta keni çdo muaj në pensionin që juve merrni. Ndërsa për sa i përket ilaçeve dhe pjesës së smundshmërisë, shumë faleminderit për pyetjen. Unë më vjen mirë gjithashtu, ndoshta është një temë e cila nuk është një temë e bukur, por ama më vjen mirë që këtë vit në projekt buxhetin e vitit 2026 ne kemi rritur mbështetjen për mbulimin 100% me ilaçe, qoftë me ilaçe spitalore, qoftë me rimbursimin e barnave për gjithë sëmundjet që i përkasin onkologjikut. Është një temë e cila është një temë e dhimbshme, fatkeqësisht në vitet e fundit ka pasur një rritje të madhe të numrit të smurve me kancer dhe kjo është arsyeja pse ne këtë vit në buxhet kemi 1.5 miliard lek më shumë me qëllim mbulimin e të gjithë nevojave për medikamente sa i takon smundjeve onkologjike, përveç atyre parave dhe atyre fondeve që kanë qenë të parashikuara për rimbursimin e barnave dhe mbulimin e spitalorit në vitet e kaluara. Mirëmbrëma, përshëndetje. Unë thjesht kisha një pyetje edhe pse në fjalimin që unë bajt më pak më përpara ju e prekët, në lidhje me kopshtet dhe qerdhet. Atëherë jam një banore e njësisë 9, në njësinë tonë kopshte ka, nuk janë të shumt në numër, por ka, ndërsa për sa i përket qerdheve, do të thosha që është shumë e nevojshme që të ndërtohen qerdhe në këtë zonë. Nuk e di në qoftë se është marrë një vendim, apo çfarë është diskutuar, do kërkoja thjesht një komunikim nga ana juaj. Faleminderit. Po faleminderit, në fakt shqetësimi juaj është më së drejtë, është një shqetësim që na përcillet jo vetëm nga qytetarët, por na përcillet edhe nga strukturat përgjegjëse të bashkisë, që është drejtoria e përgjithshme e kopshteve dhe qerdheve. Në fakt, gjatë këtyre viteve ka pasur një numër të konsiderueshëm kopshte qerdhes, qoftë të reja, qoftë rekonstruksione, dhe ne do të vijojmë ta bëjmë dhe në të gjitha njësitë, qoftë nëpërmjet ndërtimit të kopshte qerdheve të reja, rekonstruksioneve aty ku ka mundësi, sepse nuk është dhe shumë e lehtë për të rikonstruktuar dhe për të adoptuar me kërkesat dhe me kriteret e sot me godina të ndërtuar akoma më parë, por aty edhe ku pamundësia si rezultati hapësirave publike të cilat kanë ardhur në fakt duke u ngushtuar, ne në shumë raste do të gjejmë dhe zgjidhje të tjera për të marrë me qira, pra për të mundësuar pikërisht shërbimin për fëmijët dhe për të shërbyer sa më mirë komuniteteve. Por krahas përpjekjeve tona në fakt si bashki do doja të ndalesha pak edhe në përpjekjen e qeverisë shqiptare për të adresuar pikërisht këto çështje që lidhen me gjetjen e hapësirave publike apo me përdorimin e hapësirave në fakt publike deri në momentin kur hapësirat publike më tej mund të zhvillohen dhe nga sipërmarrësit apo dhe nga pronarët. Por është një çështje në fakt që ne kemi gjithmonë në vlerësim dhe patjetër që dhe në buxhetin për të cilin sot po diskutojmë do ta marrim në konsiderat dhe të shohim mundësinë e projektimeve dhe më tej të ndërhyrjeve konkrete në territor.
Kam një 2-3 probleme. Po mos pari, duke qenë dakord me zbërthimin e buxhetit të vitit 2026 dhe perspektivën tonë deri në vitin 2030, pra jam dakord që të bëhet një vështrim i përgjithshëm. Megjithatë, në një mbledhje të kësaj natyre me njësi 8 dhe 9, unë mendoj se më në detaje duhet zbërthyer buxheti i vitit 2026 për këto dy njësi. Se të them drejtën, pavarësisht sa numëroj një 2-3 gjëra që unë përgjithsisht jam i vëmendshëm, po nuk i mbajta mend sa duhet. Zonja Vasilika nuk mora vesh çfarë u tha, konkretisht do bëhet në njësinë 8. Dhe po ngrej problemin e urbanizimit. Unë banoj prej 28 vjetësh në rrugën Hasan Mëniku. Erdha i ri i fare, tani jam në pension, së më vjen mirë ta them, u them shokëve jam me lejë krimtarie, edhe nuk ka asfaltima aty. Në zgjedhjet e vitit 2023, u tha për 1 muaj, 2 muaj, nuk është çështje fushate, do asfaltohen rrugët. Mbaroi fushata bashkiake dhe nuk u duk njeri i gjallë. Unë nuk arri ta kuptoj këtë, të them drejt. Ndonjë më njeh se kush jam kështu si përkatësi. Po nuk e kuptoj dot. 30 vjet ende rrugicat pa asfaltume. Ende. Nuk buxhetet janë të mira, sidomos ki buxheti i vitit 2026 në të përndrejtën prek shumë sensibilitete, sidomos lidhur me pensionet, po është mirë me dëgjuar e diçka dhe për investime madhore që bëhen në Tiranë. Ne themi ka ndryshuar, është investuar, kjo qeveri ka punuar dhe është e vërtet ka punuar. Po konkretisht në 2026, kush do t'jenë veprat ndërtimore që do bëhen në Tiranë? Kush do t'jenë rrugë që do bëhen? Po të njësia 8, çfarë do bëhet? Shof në i gjë, Vasilika, më vjen keq, kam shumë respekt për ty, që heret kur punoja në bashki. Po duhet konkretisht, që do bëhet? Do asfaltohet ato rrugica, do asfaltohet. Kur është në plan? Nuk është si vjetë. Dakor, s'është, kur t'jetë, ama duhet thënë sa gjëra, troq, se planin letër sa të duash ka. Dhe kur vjen realizimi i buxheteve të vitit, pastaj bëjmë rishpërndarje sepse nuk u realizuan investimet. Pra plani ka 2 anë, planifikimin, po pastaj ka zbatimin. Edhe zbatimi lidhet me përgjegjësinë e pikërisht administratës civile që punon në bashki. Nuk është e pranishme, Vasilika, bashkia nuk është e pranishme në territor. E them me dhimbje këtë gjë, nuk është e pranishme në territor. Unë mendoj se te forca realizuese duhet përqendruar puna. Shiko, ka kapacitet e Partia Socialiste për të bërë planifikime ultra. Ama duhet ndjek puna, duhet realizuar gjërat. Dërgo nesër që të bindesh për vërtetësinë e këtyre gjërave që them. Qofse nuk është kështu, atëherë unë nuk di, kush më njeh, të mbledhën vënë vizën e trash fare të trash. Por duhen bërë dhe gjëra, se 30 vjetë kaloj, 3 vjetë nga zgjedhjet bashkiake kaluan, kur do bëhen? Apo vetëm premtojmë kur kemi një fushat për para, edhe pastaj shtetë e miru pashim nuk bëjmë gjërë. Unë më vjen keq se për shembull kandidatën për kryetar bashkie kam konsideratën më të lartë për te. Më të lartë. Po këtë gjë dëshiroj të ta them, ta kesh parasysh, edhe ndoshta edhe duhet nga pak me ashtu. Mirë, unë këto kisha, po shërbyen, mirë, po shërbyen. Përpara, faleminderit shumë, na shërben çdo kritik e shëndetshme, është një motiv më shumë për të punuar edhe më shumë së bashku, ndaj edhe ne i realizojmë këto dëgjesa. Dhe si të shihet qartazi, nuk janë dëgjesa formale. Janë dëgjesa të vërteta ku banorët e Tiranës ngrën shqetësimet dhe hallet. Patjetër është bërë shumë, ashtu si kurse ju e thatë, ne jemi të gjithë dëshmitar të transformimit që ka ndodhur në Tiranë, por e vërteta është që ende nuk kemi përfunduar me ato punë të cilat janë pjesë e një plani për urbanizimin e mëtejshëm dhe modernizimin e Tiranës. Dhe ndaj në sot jemi këtu, sepse edhe qeveria që është duke punuar për reformat e mëdha, që nga rritja e pensioneve, tek mbështetja e shërbimeve shëndetësore, arsimore, përmirësimi i infrastrukturës
kombëtare në nivel. Bashkia është sot këtu për t'ju dëgjuar. Dhe ne si deputet, bashkë me Iglin, bashkë me Besfortin, me të gjithë tu së bashku, jemi këtu për, jo vetëm për të mbajtur shënim, sepse këto hallë dhe shqetësime, sikurse ju e thatë, ne, një pjesë prej tyre, i kemi vetë të inventarizuara dhe jemi duke ndjekur, se detyra jonë si deputet kjo është. Të dëgjojmë komunitetin, të përcjellim të institucionet dhe të qëndrojmë në kokë derisa kjo gjë të bëhet. Dhe do të bëhen, patjetër. Por ajo që ne kërkojmë është pikërisht të vendosim prioritet. Dhe për thënë vërtetën, këtë gjë kemi bërë. Do thoni ju, për sa kohë që nuk ka ardhur tek rrugica ime, unë e quaj që kjo nuk është bërë. Dakord, është të vërtet, mund mos kemi bërë ende rrugicën tuaj. Por, ama, është një fakt që e shohim për ditë, që një pjesë e mirë e investimeve në Tiranë, pra flasim për, jo vetëm për akset kryesore, se ato tashmë në 10 vite janë bërë madje edhe 2 herë, dhe që po i shohim vetë se çfarë përmirësimi ka, por edhe në zonat më periferike të Tiranës. Por nga ana tjetër ju keni të drejtë, këtu nuk ka vend për justifikim më. Kemi marrë një angazhim dhe jemi zotuar që do t'i përmbyllim çështjen e investimeve dhe do ta bëjmë. Ndaj, buxheti Bashkisë Tiranës si buxheti qeverisë nuk është një buxhet një vjeçar, është një projekt buxhet afatmesëm, pra planifikon në një periudhë kohore 3 vjeçare. Projekt buxheti ka investime të rrugëve, edhe Vasilika po edhe Iliri do t'ju t'ja listoj edhe një herë, ka projekte që realizohen, pra dizenjim të projekteve, ka dhe mirëmbajtje. Kështu që unë premtoj që edhe si deputete bashkë me Iglin, se jeni te njësia 8 me Borën, do vim vetë të shikojmë zonën tuaj, bashkë me stafin e bashkisë, me Piron, me nënkryetarin, për të parë nga afër dhe pikërisht këto takime prandaj duan. Që ne të vendosim prioritetin, nëse ky është prioritet, qoftë për mirëmbajtje, qoftë për investim bëhet projekti, ne do ta vendosim. Sepse në fund të ditës ne këta jemi. Ne bëjmë atë që themi, do vim, do ta shohim, nëse ky është prioritet i zonës dhe patjetër i qëndrojmë edhe gjithë investimeve të tjera, nuk diskutohet që do vendoset për ta bërë dhe kjo patjetër që po. Për të kaluar konkretisht në zonën ku është, ne e thamë që do shkojmë, po për projektet e njësisë 8, Iliri, po edhe Vasilika më pas merr fjalën. Faleminderit. Mirëmbrëma gjithëve. Ilir Mëngra, nënkryetari i Bashkisë Përgjegjës për Punë Publike. Përpara se të vijë ke pyetja juaj, zoti Elmas, se ju njoh dhe personalisht, po ju bëj një parantezë për të gjithë. Viti që po mbyllim në Bashkinë e Tiranës dihet që është i vështirë, po nuk na ka penguar që ne të bëjmë një projekt ambicioz. Përveç investimeve të rëndësishme që kemi në qytetin e Tiranës, disa nga këto ju përkasin dhe njësive tuaja, në buxhetin e vitit që vjen, po dhe në buxhetin afatmesëm, ne kemi parashikuar një dritare, një fush, ku thuhet studim projektim për punë publike. Që do thotë, çdo problem, çdo hall që ju keni në fushën e punëve publike, ne së bashku me një grup ekspertësh të drejtorisë punëve publike, në koordinim dhe me njësitë administrative përkatëse, do ta evidentojmë në vend dhe do të përcaktojmë që ky problem i përket një investimi, rikualifikimi dhe kërkon një studim projektim të cilin do ta fusim në vitin 2026 dhe me të mbaruar projekti dhe duke pas një vlerë do shohim buxhetin dhe mundësinë e zbatimit brenda këtij viti ose në vitin 2027. Në të kundërt, nëse kjo kërkon vetëm një mirëmbajtje, ne do arrim ta bëjmë këtë me ndërmarrjet përkatëse. Kolegja Vjero përmendi disa bloqe rrugësh që nuk ishit i vëmendshëm, por më thonë që tek rruga juaj së shpejti ka investim, ka rrjet kanalizimesh, ka dhe ndriçim, do ketë edhe asfaltim. Por unë e thash për të gjithë që mund të kenë pyetje në kokë që thonë, po tek rrugica ime, te rruga ime, te bloku i lagjestime kur do vinë. Ju thash që në buxhetin e vitit 2026 dhe në buxhetin afatmesëm kemi planifikuar të dritare, kështu që çdo hall, çdo shqetësim, në çdo formë që ju e keni drejtuar apo do ta drejtoni në vazhdim, shqetësimet tuaja te ne kanë ardhur nëpërmjet njësisë administrative, nëpërmjet deputetëve, ne do ta adresojmë dhe do të mundsojmë ta zgjidhim brenda këtij buxheti afatmesëm. Në fakt,
po i rendis dhe njëherë investimet në njësinë administrative numër 8, është ndërtimi rrugëve dytësore në blokun që kufizohet nga rruga Siri Kodra, Besa, Ali Beshiri dhe Sulejman Cenoimeri. Është rikualifikimi i territorit që kufizohet në rrugët e Dibrës, 5 Maj, Ferit Gjajko, Gjon Buzuku. Është dhe rekonstruksioni i tregut në rrugën 4 Dëshmorët dhe së fundi është rehabilitimi i infrastrukturës rrugore. Në fakt janë disa njësi të cilat përfitojnë nga ky rehabilitim, është njësia numër 4, njësia numër 8 dhe njësia numër 12, por në njësinë numër 8 është rruga Ramazan Gaxheri. Këto janë në fakt investimet që janë të parashikuara, por ashtu sikurse dhe kolegu Iliri sapo e shpjegoi, ne kemi një fond i cili pikërisht përdoret dhe shërben për të kryer këto ndërhyrje të cilat ju sapo i përmendët, po dhe shumë qytetarë të tjerë mund të kenë nevojë, dhe praktika jonë është që në shumicën e rasteve dhe vetë zëvendës kryetari, po dhe përfaqësuesit e bashkisë ndërmarrjeve mbështetëse dalin dhe i verifikojnë direkt në terren të gjitha shqetësimet në mënyrë që ato të materializohen në buxhetin e vitit 2026. Ndërkohë me shumë të drejtë ju thatë që Bashkia e Tiranës patjetër që ka të parashikuar dhe projekte të rëndësishme, dhe unë do doja që të përmendja disa, edhe pse Zëja Manastirliu i përmendi. Unë po filloj me projektin e parë, në fakt dy projektet e para janë në fushën e sportit dhe bëhet fjalë për stadiumin Aslan Rusi dhe stadiumin Selman Stërmasi, të cilët do të rivitalizohen, po themi do të kthehen në hapësira bashkëkohore për evente, për aktivitete komunitare po dhe ato sportive. Një projekt shumë i rëndësishëm është ai i rehabilitimit të Lanës, i cili transformon dhe më tej Tiranën, pasi përveç eliminimit të përmbytjeve në këtyre zona, do të ketë edhe një zgjerim të aksit lindje e perëndim, dhe projekti do të krijojë dhe korridore të cilat do të mbështesin transportin me korsi të dedikuara njëkohësisht dhe për biçikletat apo korsi për autobusët urban dhe trotuare të gjëra për këmbësorët. Janë linjat e shpejta të autobusëve, në fakt 3 linja të autobusëve që është Kino Studio Kombinat, është Unaza dhe Tirana e Re, do të përfitojnë nga një sistem modern i transportit publik, që ne e quajmë transportin e gjelbër. Ndërkohë është një rehabilitim i Aqua Park Tiranës, që është pranë liçenit artificial, i cili do të kthehet në një zonë shumë të madhe rekreative, dhe i gjithë komuniteti i Tiranës, por jo vetëm, do të përfitoj pikërisht nga ky investim i rëndësishëm. Janë 2 projekte të rëndësishme që lidhen me shtimin e hapësirave për parkim publik, dhe janë, njëri është në anën lindore dhe tjetër në anën veriore, po të parkut të liçenit do të jenë më shumë se sa 350 vende të reja parkimi. Një investim jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe që do të japë frymëri Tiranës është rekonstruksioni i rrugës dytësore Tiranë-Durrës. Të gjithë e dim se sa e vështirë është trafiku, por sigurisht që u desh të pritej investimi nga qeveria qendrore për zgjerimin e kësaj rruge, dhe gjatë vitit në vijim do të fillojë ky investim. Është restaurimi i Muzeut Etnografik të Tiranës, tashmë kalojmë edhe te kultura, tek trashëgimia kulturore, sepse jo vetëm infrastruktura është ajo që ka peshë në investimet e bashkisë, po dhe mbështetja për kulturën, për artin, siç edhe thash, sportin, pra të gjitha fushat janë mirë të projektuara. Dhe njëkohësisht një projekt i fundit është ai për qendrën për fëmijë me aftësi të kufizuar, i cili parashikohet të fillojë edhe ky në buxhetin e vitit 2026. E shumë ndërhyrje të tjera, të cilat nuk janë thjesht të karakterit infrastrukturor, por dhe ato të mbështetjes sociale të grupeve në nevojë, mbështetjes së fëmijëve, investimet në shkolla, pra janë një gamë gjërë projektesh të cilat presin të materializohen me miratimin e këtij buxheti në Këshill Bashkiak në fund të muajit dhjetor. Mirëmbrëma. Ja po flas pastaj. Jam Aida Llazani, te rrugë Dibrës banoj. Unë jam falenderuese edhe në njësisë 8 për gjithë ato investime që ka bërë Bashkia e Tiranës dhe qeveria për njësinë 8, që ka ndryshuar jetën e qytetarëve të Tiranës edhe të lagjes tonë. Por ka edhe gjëra që kanë qenë mirë dhe prishë. Edhe po flas pikërisht për rrugën Ibrahim Kazazi. Kjo rrugë ka qenë e rregulluar,
por nga ndërtimi i 2 pallateve të reja është prishur sepse është hapur kanale. Janë hapur 3 herë kanale para pallateve tona, para hyrjeve tona, se do të fusnin linjën e elektrikut. Dhe kemi 3 vjet që thonë nga bashkia, kemi marrë përgjigje, që është në proces prokurimi, Po 3 vjet do kish marru ky procesi prokurimit dhe ne jetojmë me baltën dhe me kanalin para hyrjeve tona. Po s'është një pallat, po është 100 metra rrugë që është në të gjendje. Faleminderit. Edhe rruga Ibrahim Kazazi tashmë është në rrugën e investimit, shumë shpejt aty do të shihni tabelën e shumë pritur, fillojnë punimet dhe do të bëhet. Ndërkohë, po ka disa vjet, po ju e thatë dhe vetë që rruga nuk është prishur vetë, dikush ka ndërtuar dhe për shkak të zhvillimeve duhet ta pranojmë, ndërkohë që ndodhin zhvillime, do kemi dhe dëmtime të pjesshme në infrastrukturë. Tashmë 3 vjeçarit i ka ardhur fundi dhe shumë shpejt ne do të kemi investim në rrugën që ju përmendet. Mirë mërma. Kam nori për të sugjeruar diçka në këtë takim. Ju falenderoj njërë për prezantimin dhe argumentimin e të gjithë buxhetit të Bashkisë Tiranë për 2026 në këtë digjes publike me njësinë 89. Do të doja të dija diçka të ritushuar në lidhje me planin e këtij buxheti për sa i përket pjesës pastrimit dhe gjelbrimit, të cilat janë 2 shtyllat kryesore që i përmendët, të ndarë në objektiva, ndofta më të detajuara, qoftë mundeni. Sigurisht edhe për pastrim gjelbrimin, buxheti i vitit 2026 parashikon diçka. Në fushën e gjelbrimit ne jemi duke punuar për rehabilitimin e hapësirave të gjelbërta, hapësirave të krijuara nga prishjet abuzive që ishin krijuar ndër vite. E përmendën dhe kolegët përpara që ka projekte të cilat po bëhen nga arkitekt me emër në botë. Agjencia Zhvillimit Territorit këto projekte do t'i bëjë të zbatueshme për Bashkinë Tiranë dhe shumë shpejt do të fillojmë nga investimi. Ndërsa për sa i përket pastrimit, ne kemi një plan të menaxhimit pastrimit në qytetin e Tiranës. Këtu do të kërkonim dhe ndihmën dhe opinionin tuaj që të kemi një qytet sa më të pastër, do duhet që të kontribuojë gjithë secili nga ju. Për shembull, do të ishim të gatshëm ne të përgjigjeshim pyetjes që jemi gati që të vijojmë me hedhjen e mbetjeve në vend grumbullimit e mbetjeve me orar, në mëngjes apo në mëngjes dhe darkë. Ndoshta do të ishte mirë të bënim një referendum, po të ishim si Zvicra, do thoshte dikush, po se di nëse do arrim. Nëse do arrim që të bëjmë këtë, ju siguroj që pastrimi i qytetit do jetë shumë mirë. Ndërkohë, duhet punojmë shumë dhe me bizneset, të cilët janë ato që krijojnë problem më të madh me pastrimin e qytetit. Në lidhje me ambalazhet që ato nxjerrin gjatë punës, sepse të dim të gjithë që ndotjen që krijon një biznes ose grumbullimin, mbetjet më të mëdha që sjell një biznes në vend grumbullimet, nuk e sjell një familje zakonshme shqiptare. Kështu që duhet punojmë dhe me bizneset. Përshëndetje. Jem ndërlidhës prej 12 vitesh në zonën e Elmazit. Ndërlidhës i komunitetit. Ka ngel vetëm 3-4 rrugicat, vogla, ke shkolla e re që bë, edhe ke rruga Elmazit. Nëpërmjet njësisë, pikur ka qenë kryetari i parë, kemi bë të paktën 15 kërkesa që kanë bëu. Ajo që ka qenë në kryetare ma ka kthini përgjigje, me vull, e kam për shtëpia, që to është në plan. 3-4 rrugicat, vogla, edhe ajo njësi maron. Ke mu, paset pjesa tjetër, e dita, hapen gropa duke qelë që javë. Që një vit e gjisë, i kam letat ke shpija, duke di njëso kjo punë që të kisha marrë me vete, me vulla, me firma mi kanë këthi. Ua kom shumë me foto, me njëra, po qajnë gomat makinat, që nuk jem bo. Urbani ka raste një në horbje, në të rrugën tonë. Urbani. E kemi bo në përmjet njësi që kemi bo gjithë kërkesat.
u po 2 vjet po merrim me këtë punë. Po patët mundësi me na ndihmu ta mbyllim atë punë atje. Për pak është. 3 rrugëse ka shkolla, 1 rrugëse e Elmazit në mbyllet njësia. Shumë faleminderit. Unë doja të pyesja për një problem të cilin e kam hasur dhe unë, gjithashtu dhe të rinj të afërm ose shokët, shoqet të mi, të cilat kërkojmë hapësira të lira ose fusha kreative në zonën në njësinë 9, dhe doja të pyesja nëse janë të përfshira në planin buxhetor të 2026-shit. Faleminderit. Që ti përgjigjem në fillim pyetjes së zotrisë, meqense janë 3-4 rrugica, ne këto mund t'i bëjmë me ndërmarrjen, edhe unë jam gati nëse ju keni kohë, kur të shkoni për shtëpi, t'ju shoqëroj dhe t'i shohim atë rrugica, do marrë me vete edhe një nga kolegët e ndërmarrjes së ndriçimit publik që qëllon që është dhe banori njësisë 9, kështu që do e shohim në vend dhe aty do t'japim dhe një përgjigje e caktuar. Ndërsa në lidhje me pyetjen e vajzës, ne duhet t'i evidentojmë të hapësira janë të lira, nëse nuk janë të lira t'i çlirojmë nga zënjet abuzive, dhe pastaj në atë dritaren e buxhetit që ju thash që kemi studim projektim për probleme që ka komuniteti me punët publike, ne mund t'a parashikojmë dhe ta zhvillojmë në vijim. Faleminderit. Unë kisha dëshirë të prezentoja vetëm 3 çështje që mendoj që vlen për të zgjidhur, edhe them se zgjidhen shpejto. Unë mendoj që për sa i përket kategorisë pensionistave dhe studentëve, Bashkia e Tiranës, po dhe qeveria, ka të tëra mundësi logjistikën edhe për programe dhe parat, të kryojë mundësi studentëve dhe pensionistave, të mos vlen atje si që moti tek ajo kioska, po ekziston mundësia që përmes sistemit kompjuterik, t'i veje ajo aboneja e studentit dhe pensionistit të shkojtë celulari dhe mbaron. Vjen ai e kërkon abonen, i thua do të rritet celulari. Mendoj gjithashtu që për shkak të fluksit të madh të njerëzve që janë tek rruga 5 Maj si koncept, se pak a shumë tërë Tirana, një pjesë e madhe Tirana shkon për të bërë treg, mendoj se Bashkia e Tiranës duhet ta shikoj dhe problemi them se zgjidhet në thonjza si më sust, që të bëjë një linjë urbane për rrugën 5 Maj, ekziston mundësia e tij do bëhet orë të hedhë matan për në Paskuqan, dhe zgjidh shumë probleme me atë rrugën për popullin që frekuenton atë treg edhe kryen shërbime të saktuara. Kam një problem personal për që është i lidhur me një komunitet të madh rreth 8000 veta, se më ka lidhur puna. Bashkia e Tiranës ka qenë nga muaji qershor i vitit 2018 dhe 8.000 fëmijë të lindur bebe nuk e kanë marrë bonusin. Unë jam pjesë e këtij problemi, se kam problemi në një pitim, edhe ka një ngërç ndërmjet Ministrisë së Brendshme që i thotë kam çuar parat bashkisë, ngrihet bashkia s'mi ka prur, edhe jam gati që ato dokumentet i ballafaqoj. Interesoni të kaloj ky fond se na lodhët. Ju falenderoj për gjithçka. Po nis në fakt nga shqetësimi juaj fundi që lidhet me bonusin e bebes, në fakt ju ishit shumë mirë të informuar për vonesat në kohë, por ne kemi në fakt e kemi identifikuar si problem dhe kemi parashikuar në buxhetin e vitit 2026. Çfarë do të thotë që gjatë vitit të ardhshëm këto pagesa do të kryen nga fondet e Bashkisë së Tiranës. Çështja e marrjes në fakt të aboneve si nga studentët, por dhe nga pensionistët, pa diskutim që sidomos për grupin e pensionistëve është një shqetësim dhe për ne, dhe ne jemi duke punuar që sistemi të digitalizohet dhe të mos ketë nevojë për prezenca mujore fizike nga pensionistët, po e njëjta gjë dhe për studentët. Ndërsa për linjat e transportit, besoj kolegu do thotë diçka. Në Këshillin Bashkiak të radhës që bëhet brenda kësaj jave është pikërisht një vendim që lidhet me atë kërkesë që ju sapo thatë, shtesën e linjës transportit në rrugën 5 Maj, është dhe një rrugë tjetër në Laprak, po për njësinë tuaj është rruga 5 Maj. Ndërkohë dhe një lajm tjetër që lajmi mirë që e prek njësinë tuaj, njësinë 8 e kam fjalën, në fakt
është në territorin e njësisë 4, po duke qenë që ju jeni shumë afër, afekton dhe edhe njësinë 8. Ne kemi një kontratë të lidhur me një firmë për zbatimin e një segmenti rreth 200 ca metra, një urlise nga fundi i ndërtimeve të Pesmajt deri në rotondën më të afërt që është në unazën e madhe të bërë nga investim nga qeveria shqiptare. Në fakt kemi një ngërsh të vogël me shpronësimet, sepse aty ekzistojnë disa shtëpia që ndoshta ndonjë është dhe banor këtu. Sapo të zgjidhim problemin e shpronësimit, që këtë e kemi vënë në rrugën e zgjidhjes, ne fillojmë investimin dhe investimin në momentin që fillon nuk zgjat më shumë se 3 muaj, se kemi të bëjmë me një urë që është me element të parafabrikuar dhe besoj për 3-4 muaj ne kemi lidhjen e zonës Pesmajt me unazën e madhe të qytetit. Nëse ka ndonjë banor tjetër të interesuar për urdhra. Ja, do ta sjelli vajza tani në këtë momente. Faleminderit. Xhelit Cibaku, njësia 8. Unë që për thënë një problem tjetër që këtu nuk uzu, është diskutuar disa herë çështja e ambulancës në njësinë 8 pjesa nga unaza poshtë. Janë rreth 15.000 banor, nuk ka shërbim mjekësor fare, zyrtarisht. Kjo është një problem që thënë herë tjera, po tash këtu nuk di kemi njerëz nga Ministria e Shëndetësisë apo që shtega është kërkuar nga bashkia sepse ky është një buxhet qendror, duhet të zgjidhur patjetër. Patjetër do ta kemi në vëmendje dhe me të gjithë programet cilat ne kemi tashmë edhe të partneritetit mes bashkisë po edhe ministrive, pra qeverisë, në këtë rast me Ministrinë e Shëndetësisë do ta adresojnë sepse mundësitë për zgjeruar sistemin e qendrave shëndetësore me pika dhe ambulancat veçanta edhe në për zonat ku sot nuk ka mbulim, po sidomos aty ku janë edhe lagjet e reja, ashtu sikur se ju thoni, ne do të bëjmë të mundur edhe marrjen e ambienteve me qëra, sepse personeli shëndetësor është i gatshëm dhe për të krijuar pikërisht këto qendra të cilat mund të ofrojnë shërbim shëndetësor të dedikuar për banorët e zonave për ta pasur sa më afër vendbanimit. Kështu që shumë faleminderit edhe për ngritjen e këtij shqetësimi, po, të dytën, po. Përveç kësaj kisha për të thënë në rrit me projekt buxhetin edhe për zonin Vasilika. Projekti pilot për shkollat më duket shumë i kufizuar. Dhe jemi shumë të vonuar. Me krahasim me vende tjera ne jemi jashtë zonës mbrapa. Edhe po u tha që ne do bëjmë një minimum për shkollash me ushqim, më thonë dhe mendoni, unë them ta rishikoni edhe një herë tjetër dhe ndoshta duhet mbështetje edhe buxhetore, po për mua është e domosdoshme. Këto dyja po them pastaj të tjerat. Po, faleminderit. Tani për të bërë një sqarim këtu, edhe Vasilika e përmendi, po edhe unë e thash dhe projekt buxheti 2026 i qeverisë, por edhe i bashkisë përmban këtë program i cili mbështet fëmijët, mbështet familjen, përsa i përket një program i cili lidhet me ushqimin në shkollë dhe me programin jashtëshkollor. Pra janë 2 programe të integruar në partneritet bashki qeveri, që do të bëjt mundur që në Tiranë dhe më pas në gjithë qendër-qarqet të mundet kemi një program për fëmijët për të ofruar kujdes, shërbime dhe gjithashtu edhe një vakt ushqimor falas në shkollë në mënyrë që t'i kemi fëmijët jo vetëm sigurt, por edhe të kemi një kujdes të dedikuar për ta, për gjatë orarit edhe të drekës, pra që ato do të qëndrojnë në shkollë. Dhe ashtu sikur se nisin të gjitha projektet që më pas të shtrihen, duhet që të fillojmë ta pilotojmë, duke filluar me zonat urbane, edhe në Tiranë tashmë është duke punuar bashkia me Ministrinë e Arsimit për të vendosur cilat do të jenë shkollat ku ne nisim këtë projekt dhe në një mënyrë shumë të shpejtë, që është edhe me buxhetin afatmesëm, ne ta kemi të shtrirë në gjithë Tiranën, por gjithashtu edhe në bashkitë qendërqarqesh, sepse ky është një program kombëtar të cilin ne e kemi vendosur edhe pjesë të programit politik Shqipëria 2030. Pra jo vetëm që jemi të angazhuar për ta bërë, por kemi vendosur buxhetin përkatës për të filluar, për të realizuar nga viti 2026, duke filluar sigurisht me vitin e ri shkollor. Dhe bashkia këtu është pra e angazhuar për të vendosur të gjithë buxhetimin sa i përket ushqimit në shkollë. Do të jetë një program
i cili do të mbështes fillimisht fëmijët nga klasa e parë në klasën e 5. Ne e dim shumë mirë se cili është ai shqetësimi të gjithë prindërve, fakti që fëmijët në këtë grup mosh, pra deri në klasë 5 dalin edhe më herët nga mësimi për arsye edhe të orëve që zgjaten. Dim shumë mirë se çfarë sakrifice bëjnë familjet, prindrit, por edhe gjyshrit për të vajtur shpejt për t'i marrë në orën 12 drekës apo 12:30 që dalin, dhe ne për t'i garantuar që të qëndrojnë edhe pas orarit mësimor, duke i ofruar një vakt ushqimor, por gjithashtu edhe kujdesin e mësuesve në shkollë, orarin e drekës, pra deri në orën 3:30 në varësi të si do të jetë programi, fëmijët angazhohen qoftë për të bërë detyrat e shtëpisë, qoftë për të bërë një aktivitet kulturor, qoftë një aktivitet sportiv në ambientet e shkollës, të përkujdesur nga mësuesit që do të angazhohen në këtë program passhkollor. Ndaj ky do të jetë një zotim i mbajtur, tashmë i vendosur, i buxhetuar pra edhe në buxhetin e qeverisë, edhe në buxhetin e bashkisë, dhe do të fillojë nga Bashkia e Tiranës. Dhe duke ju falenderuar të gjithëve, se shoh që nuk ka njëri tjetër që do të pyesi, ne do të jemi sërish së bashku, sepse puna jonë, angazhimi jonë, sidomos edhe besimi që ju na keni dhënë, na bën akoma më shumë përkushtuar në arritjen e çdo zotimi dhe angazhimi që kemi marrë për të çuar përpara Tiranën dhe për të bërë të mundur pikërisht zhvillimin social, ekonomik të qytetit tonë së bashku me të gjithë ju. Faleminderit.